Megjithatë, juve veçanërisht sonte dikush ju ka shkruar një letër. Unë juftoj që së bashku ta ndjekim në ekran. Çdo fëmijë I don prindrit e vet, por arsyet pse unë kam dashuri të madhe për ju prindër demokratik. Fjalët janë të pakta në krahasim me dashurinë që ne kemi për ty. Çdo gjë që ke bërë dhe bën në jetë janë frymëzim për mua. Janë frymëzim për ne, që të ecim rrugës sate. Babi, unë të dua shumë, për shumë arsye. Por arsyeja më e madhe është për dashurinë dhe respektin që tregon për mamin dhe për dashurinë që tregon për neve. Mua më kujtohet, por edhe më kanë treguar të tjerët, se ti dashuri të veçantë ke treguar edhe për gjyshërit e mi të dashur. Vetëm më ka thënë se njerëzit e ligë janë vetëm ata që punojnë dhe veprojnë kundër shtetit të vet. E të tjerët duhet t'i respektojmë. Ti kërkon nga ne që ne të mos fyem njeri, të mos ofendojmë njeri, apo të mos lëndojmë njeri. Ti më ke mësuar se duhet të punojmë shumë, sepse tani kjo është arma më e fortë që duhet të përdorim për të ecur përpara dhe drejt një të ardhme më të mirë për ne fëmijët dhe për shtetin e Kosovës në përgjithësi. Babi, nga thellësia e zemrës sime, unë të uroj sukses dhe lumturi në jetë në çdo hap që ti bën. Babi, uniformën e UÇK-s, të cilën më ke dhuruar është dhurata më e çmuar dhe më me vlerë që e ka marrë këto vite, sepse ju që bët luftën, ushtarët e UÇK-s, ti dhe gjenerata jote, na bët që ne të jetojmë të lirë, ti je dhe do të mbetesh heroi im. Do të doja të trashëgoja nga tja dhe dashurinë, unë burre me ty, babi kudo që jam, do të doja që të ngjaja ty dhe vetëm ty të dua shumë, babi. Babi, unë të dua shumë, dhe arsyeja pse unë të dua kaq shumë është se dhe ti më do më së shumë ti mua. Edhe pse me ke llastuar paksa, prap se prap unë mundohem t'i respektoj e t'i dua motrat dhe vëllain tim. E mbi të gjitha që dua juve, prindërit e mi. Emocioni I bukur, zoti president. Vërtet janë emocione të bukura dhe ka ndëgjoja fëmijët. Megjithatë unë dua të them diçka edhe për prindërit e mi. Unë ju kam mungu shumë prindve. Dhe ndoshta ndonjëherë dhe s'më kanë kuptuar drejt. Po mbi të gjitha e di që ju kam munguar shumë. E vërteta është që edhe në vitet e para të jetës së fëmijëve të mi, u kam munguar edhe fëmijëve. Për shkak të punëve të shumta të ditës, por për shkak edhe punëve të ilegalës, veprimet në ilegalitet. Shpeshherë I kam lënë fjet fëmin dhe I kam gjetur të fjetur. Megjithatë, vitet të fundit, edhe pse përsëri angazhimet politike marrin shumë kohë, përpiqem të gjej sa më shumë kohë që të jam pranë fëmijëve, që ata mos ta ndinë shumë mungesën time. Megjithatë përpiqem dhe I tham shoqes që unë ashtu kështu jam një mungesë në shtëpi, po ti dëshiroj që mos të mungosh fëmijëve, se ata ka nevojë për këshillat e prindve dhe kështu në një formë si tjetër përpiqem disi ta kompenzoj atë mungesën që unë kam në familje. Zoti president, kam përgatit 10 pyetje, po këto janë të shpejta dhe dua mundësisht përgjigje të shpejta. Do të përpiqem. Ecim tutje. Çfarë ju bën të zgjoheni në mëngjes? Mungesa edhe dëshira që sa më pak të flej dhe që sa më shumë të punoj. Tipari kryesor I karakterit tuaj. E kam vështirë të flas për vete, po përpiqem të jam korrekt, I vendosur dhe të
të kyj detyrat me përkushtim. Zoti President, ndaj cilave gabime jeni më tolerant? Jam tolerant ndaj gjithë gabimeve njerëzore që nuk janë të damshme. Zoti President, hera e fundit që jeni përlotur? Unë i kam 2 momente. Momentin e parë është 8 marsi i vitit 98 dhe do të thotë pas epopesë e Asharëve, dhe momenti i dytë është largimi i refugjatëve nga Kosova në prill vitit 99, që unë asukua gjendesha në Shqipëri me detyrë të veçantë për të komunikuar me mjetet e informimit dhe me diplomacinë dhe me gjithë mekanizma ndërkombëtar që ishin instaluar në Shqipëri, dhe kur kam parë gjithat fluks të largimit të shqiptarëve nga Kosova, nuk kam pasur mundësi të përballoj. Zoti President, ndaj cilave figura historike, para cilave figura historike do të përunjeshit? Përulemi para figura historike të rinjtjes kombëtare, televizjes demokratike të viteve 20 dhe të gjithë dëshmorëve dhe heronjve të Kosovës pas luftës së dytë botërore. Çfarë është ajo për të cilën do të mendoheshit? Do të mendohesha vetëm për ata që s'kam bërë më shumë për vendet dhe për popullin tim. Nëse fërshlleni, cilën këngë e fërshlleni në dush, në banjo? Muzika më shkon shumë për qef, po me gjithate e duar dhe nuk e hargjoj kohën shumë në banjo. Cilat makina ju pëlqejnë më shumë? Në vitet 90-ta e kam dashur një makinë, një Golf 2 ka qenë atëherë, po dhe atë me patën morë policia atëhershme e Serbisë. Cili është libri juaj më i dashur në biblioteken tuaj? Në biblioteken time gjithë librat janë të dashura, por nëse duhet ta veçoj është Historia e Skënderbeut e Marin Barletit. Cili është filmi juaj më i dashur? Kësa radhe nuk kisha mujtë të ndaj 2 filma. Muri i gjallë dhe Rruga e shkronjave, Udha e shkronjave. Zoti President, shumë ju falenderit. Faleminderit për ju. Ju falenderoj shumë për